pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga bashkësia ndërkombëtare për të ndalur fushatat obstruktive dhe për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Serbia, në drejtimin e Ivica Dačić, vazhdon një luftim tashpër dhe të organizuar kundër shtetësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ministri i Brendshëm i Serbisë, Dačić, e ka vazhduar fushatën kundër Kosovës. Me qendër të këtij luftimi, këtë herë është përpjekja pa ndërprerje për të bllokuar anëtarësimin e Kosovës në organizata kyçe si Interpol, raporton Kosev. Siç ka bërë edhe më herët, Dačić ka ritheksuar qëndrimin e Beogradit kundër anëtarësimit të Kosovës në Interpol gjatë qëndrimit të tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku po merr pjesë në samitin e 4 botror të policisë që mbahet në Dubai nga 13 deri në 15 maj. Në një takim dypalësh me presidentin e Interpolit Ahmed Nasser Al-Raizi, Dačić ka deklaruar se për Serbinë është më e rëndësishme thelbësore që Kosova të mos bëhet anëtare e kësaj organizate ndërkombëtare policore. Ai theksoi se Serbia ka dy arsye kryesore për këtë kundërshtim. E para që Kosova të mos fitojë legitimitetin ndërkombëtar përmes anëtarësimit në një organizatë si Interpoli, dhe e dyta që të parandalohen sipas tij politizimet e fletaresteve ndërkombëtare, të cilat mund të përdoren kundër qytetarëve serb për arsye politike. Dačić nënvizoi se ky pozicion është i pandryshuar prej vitesh dhe përmendi përpjekjet e vazhdueshme të Beogradit për të lëbuar kundër pranimit të Kosovës në Interpol, që nga fillimi i përpjekjeve të Kosovës për të bërë anëtare e Interpolit në dekadën e dytë të shekullit të 21, Serbia ka organizuar një fushatë për të bllokuar këtë proces.